Le të bëhemi pak doktor të vetës, doktor Anetazëm, jemi diagnostiku, jemi duke u trajtuar, por infeksionet e zorëve nuk shërohen vetëm për 2 ditë, sepse len goxha vrak, ta themi, kështu që merr kohë me shërimi i zorëve. Dhe çfarë duhet të konsumojmë çato ditë derisa jemi duke u trajtuar, derisa zorët tona janë të ndihshme nga vjellja dhe nga diareja që kemi pasur? Ushqimet që tretën lehtë, domethënë nuk guxojmë ushqime të yndyrshme. Ushqime që tretën lehtë. Na fillimisht ju thojmë, në momentet e para që fillon me ardhur uria, e dim që ka filluar shërimi. Thot po më hahet diçka. Se tham, kur është infektuar, ai s'don as me pa, as erën me ani, thot sun peni. Kur thot po më hahet diçka, atëherë japim diçka shumë të lehtë. Një çaj me keksa ose çaj me bukë të thekur. Këto është më e lehta që adaptohet edhe i shkojnë do kalori organizmit. Mas andej fillojmë për shembull me një banane. Banane është lehtë e tretshme, me jogurt ose kos që e përmendëm. Po, mas andej nëse fillon uria me ushtu alo më shumë, nuk po ka shtrëngime, s'po ka dhimbje, i thojmë patate të zira, edhe ato tretën lehtë, edhe janë kalorike. Oriz, mas andej në ditët në vijim fillon me misht, domethënë misht pulës mund të haj, edhe me rikthehet rutinës pastaj. Rikthimin normal drejt normalitetit.